si flini bashk. Pozicionet e gjumit që zbulojnë sekretet e marrëdhënies suaj. A e dini se mënyra se si flini me partnerin tuaj mund të tregojë shumë për dinamikën e marrëdhënies suaj? Një studim i fundit psikologjik i zhvilluar në Festivalin Ndërkombëtar të Shkencave në Edinburgh ka zbuluar një fakt mjaft interesant. Çdo ndryshim në marrëdhënien e çiftit reflektohet menjëherë në pozicionin që ata zgjedhin për të fjetur. Ajo që ka rëndësi nuk është pozicioni që merrni kur përkëdheleni para gjumit apo sapo bini në gjumë, por ai që mbani gjatë gjithë natës dhe me të cilin zgjoheni në mëngjes. Le të zbulojmë së bashku kuptimet e pozicioneve më të zakonshme të gjumit dhe çfarë tregojnë ato për lidhjen tuaj. 1. Përqafimi i muajit të mjaltit, dashuri e zjarrt dhe pasioni i ri. Një nga pozicionet më romantike të gjumit është përqafimi i muajit të mjaltit, ku të dy partnerët flen të përqafuar ngushtë, shpesh ballë për ballë ose me njëri tjetrin të mbështetur fort. Ky pozicion është tipik për çiftet që sapo kanë filluar të frekuentohen, kur çdo moment duket si një ëndër romantike. Por nuk është vetëm për të dashuruarit e rinj, çiftet e martuara që vazhdojnë të kenë një jetë familjare plot pasion, butësi dhe dashuri shpesh flen në këtë mënyrë. Gjithashtu, ky pozicion shfaqet kur dy të dashuruar ribashkohen pas një periudhe ndarjeje, si një mënyrë për të rikuperuar afërsinë dhe intimitetin. Nëse ju dhe partneri juaj flini kështu, urime, marrëdhënia juaj është plot gjallëri dhe lidhje emocionale. 2. Dialogu, nevoja për komunikim dhe afërsi. Një pozicion tjetër i zakonshëm është dialogu, ku partnerët flen të kthyer nga njëri tjetri, shpesh me fytyra të afërta dhe krah ose këmbë që prekin lehtësisht. Ky pozicion është i zakonshëm mes çifteve që tashmë kanë krijuar një lidhje të fortë emocionale, por që ndjejnë ende nevojën për të kaluar më shumë kohë bashkë dhe për të komunikuar. Është sikur trupi të thotë, dua të shoh, të ndjej dhe të flas me ty, edhe kur flem. Çiftet që flen kështu zakonisht vlerësojnë bisedat e thella dhe ndajnë një dëshirë për të forcuar lidhjen e tyre. A e gjeni veten në këtë pozicion? Ndoshta është koha të planifikoni një mbrëmje të qetë për të folur me partnerin tuaj për gjithçka që ka rëndësi. 3. Duke parë yjet, kimia dhe sfida e mirëkuptimit. Në pozicionin duke parë yjet, të dy partnerët flen me shpinë, por zakonisht njëri mbështet kokën në shpatullën e tjetrit. Shpesh, partneri që mbështetet është ai që ndihet më i varur emocionalisht. Ky pozicion tregon një kimi të fortë mes çiftit, por mund të sinjalizojë gjithashtu një sfidë. Njëri nga partnerët mund të ketë vështirësi të kuptojë ose të pranojë këndvështrimin e tjetrit. Është një pozicion që tregon lidhje të ngushtë, por edhe nevojën për të punuar në komunikim dhe ndjeshmëri reciproke. Nëse ky është pozicioni juaj, provoni të bisedoni hapur me partnerin për të kuptuar më mirë nevojat dhe pikpamjet e njëri tjetrit. 4. Djepi i dashurisë, intimitet dhe kujdes. Shumë i ngjashëm me duke parë yjet, por më intim, është djepi i dashurisë. Në këtë pozicion, një partner është shtrirë me shpinë, ndërsa tjetri mbështetet plotësisht mbi të, shpesh me krahët e mbërthyer rreth njëri tjetrit. Ky pozicion është tipik për çiftet që nuk kanë frikë të shprehin ndjenjat e tyre dhe që tregojnë një kujdes të madh për njëri tjetrin. Shpesh, ky pozicion sugjeron se burri luan një rol më dominant në çift, duke ofruar ndjesinë e mbrojtjes dhe sigurisë. Çiftet që flen kështu zakonisht ndajnë një lidhje të thellë emocionale dhe fizike, ku përkëdheljet dhe afërsia janë pjesë e përditshmërisë së tyre. 5. Shpinë më shpinë, respekt dhe hapësirë personale. Një pozicion që mund të duket i ftohtë në pamje të parë, por që në fakt tregon një marrëdhënie të shëndetshme, është shpinë më shpinë. Në këtë pozicion, partnerët flen të kthyer me shpinë nga njëri tjetri, por shpesh prekin lehtësisht me shpinë, krah ose këmbë. Ky pozicion pasqyron një respekt të madh për hapësirën personale të secilit, por gjithashtu tregon dëshirën për të ndier afërsinë e partnerit. Çiftet që flen kështu zakonisht janë të lumtur dhe e shijojnë marrëdhënien në mënyrë të sinqertë, duke gjetur ekuilibrin perfekt mes intimitetit dhe pavarësisë. Nëse ky është pozicioni juaj, ka të ngjarë që ju dhe partneri juaj të keni një marrëdhënie të fortë dhe të balancuar. 6. Secili për vete, liri apo mosmarrëveshje. Pozicioni secili për vete, ku partnerët flen në anë të ndryshme të krevatit pa kontakt fizik, mund të interpretohet në dy mënyra. Nga njëra anë, mund të tregojë një çift që ka shkuar për të fjetur pas një sherri të madh, ku distanca fizike pasqyron një distancë emocionale. Nga ana tjetër, mund të jetë shenjë e një marrëdhënieje mes dy njerëzve shumë të pavarur, që vlerësojnë hapësirën personale dhe ndihen të sigurt në lidhjen e tyre pa nevojën për kontakt të vazhdueshëm fizik. Nëse ky është pozicioni juaj, reflektoni, a është kjo shenjë e nevojës për liri, apo ndoshta një sinjal për të adresuar diçka në marrëdhënien tuaj? 7. Mbreti i krevatit, egoizëm apo vetëbesim. Në pozicionin mbreti i krevatit, një partner zë pothuajse të gjithë hapësirën e krevatit, duke lënë pak vend për tjetrin.
Ky pozicion zakonisht tregon një partner që ndihet më i prirur për të pohuar veten sesa për të treguar ndjenjat ndaj tjetrit. Mund të jetë një shenjë e sjelljes egoiste brenda marrëdhënies, ku njëri nga partnerët përpiqet të dominojë hapësirën dhe vëmendjen. Nëse e gjeni veten në këtë situatë, mund të jetë e dobishme të flisni me partnerin për nevojat dhe pritshmëritë e secilit në çift. 8. Me lugë, harmoni dhe mbrojtje. Një nga pozicionet më të njohura është me lugë, ku një partner qëndron prapa tjetrit duke e përqafuar nga pas. Ky pozicion tregon një marrëdhënie harmonike dhe pasionante, veçanërisht e zakonshme në vitet e para të martesës. Partneri që qëndron prapa zakonisht luan një rol më dominant, duke ofruar mbrojtje dhe siguri, ndërsa tjetri shijon ndjesinë e të qenit i përkëdhelur. Ky pozicion është një shenjë e një lidhjeje të fortë dhe të balancuar, ku të dy partnerët ndihen të sigurt dhe të dashur. 9. Me lugë, por me distancë. Çfarë fshihet pas? Një variant i pozicionit me lugë është me lugë, por me distancë, ku partnerët flenë në të njëjtën formë, por pa u prekur plotësisht. Ky pozicion mund të ketë dy interpretime. E para, mund të jetë shenjë e një marrëdhënieje me pak pasion, ku njëri nga partnerët ndihet i pakënaqur ose nuk ka më nevojë për kontakt fizik të ngushtë. E dyta, partneri që kthen shpinën mund të jetë duke kërkuar më shumë vëmendje ose dashuri nga tjetri. Nëse ky është pozicioni juaj, mund të jetë koha për një bisedë të sinqertë me partnerin për të kuptuar nevojat dhe ndjenjat e njëri tjetrit. 10. Këmbët e ndërthurura, liria dhe lidhja. Së fundmi, pozicioni këmbët e ndërthurura është një nga më të bukurit dhe më domethënësit. Partnerët flenë të distancuar, por këmbët e tyre janë të ndërthurura, duke krijuar një urë të vogël lidhjeje. Ky pozicion tregon një harmoni të shëndetshme familjare dhe një besim të fortë reciprok. Çiftet që flenë kështu u japin njëri tjetrit liri dhe hapësirë, por ruajnë një lidhje të fortë emocionale përmes këtij kontakti të lehtë fizik. Është një shenjë e një marrëdhënieje të balancuar, ku të dy partnerët ndihen të sigurt dhe të lidhur edhe në heshtjen e natës. Përfundim. Çfarë tregon pozicioni juaj i gjumit? Të kuptuarit e pozicionit tuaj të gjumit mund të jetë një dritare në dinamikën e marrëdhënies suaj. A jeni një çift që flini të përqafuar si në muajin e mjaltit, apo ndoshta preferoni hapësirën personale të pozicionit shpinë më shpinë? Çfarëdo që të jetë pozicioni juaj, ai mund të ofrojë një pasqyrë të vlefshme për lidhjen tuaj dhe të hapë rrugën për biseda më të thella me partnerin. Reflektoni mbi këto pozicione dhe ndoshta diskutoni me partnerin tuaj. Çfarë thot mënyra se si flini për marrëdhënien tuaj? Ndarja e këtyre vëzhgimeve mund të forcojë lidhjen tuaj dhe të sjellë më shumë vetëdije në dashurinë që ndani.